Leonora nuk e kuptonte Dolcen. Jo thjesht nuk e kuptonte, por e ndjente të papranueshme atë që po shite. Si mundet një vajzë të qaj me dhimbje dhe me denese, të duket e lënduar, e brisht. Dhe pastaj të shkoj dhe ta puth, ta ledhatoj, të bëj gjëra intime me të dashurin e shoqes së saj, në mendjen e Leonorës, gjithçka ishte e papërputhshme. Ajo e shikonte Dolcen dhe ndjente një përzierje indinjate dhe zhgënjimi. Si mundet ajo të sillet kështu? Si mundet të mos ketë turp? Mendonte Leonora. Të gjitha ata që e njihnin Dolcen mund të shihnin humorin, buzëqeshjen, ndonjë flirt të lehtë, por kjo ishte më e fortë, më e thellë dhe për Leonorën. E papranueshme, një ditë, rastësisht, Leonora e takoi Dolcen. Ai çasti ngjante sikur koha kishte ndaluar. Dolca u afrua dhe pa asnjë hezitim e puthi të dashurin e Leonorës. Nuk ishte thjesht një puthje e vogël, ishte një prekje e gjatë, me shikim dhe me ledhatime të hollësishme. Gjithçka ndodhi shpejt, por Leonora e ndjeu çdo sekondë si një thikë që i thyente besimin dhe respektin. Turp për ty, Dolce, tha Leonora, zëri i saj i ulët, por i prerë, duke i mbushur fjalët me një emocion të thellë. Si mund të bësh diçka të tillë? Si mund të shkelësh mbi ndjenja dhe mbi respektin e shoqes tënde? Dolce, si zakonisht, nuk u trem. Ajo buzëqeshi. Një buzëqeshje që për disa mund të dukej e pafajshme, por për Leonorën ishte e papranueshme. Në atë moment, Leonora kuptoi se konflikti nuk ishte thjesht fizik ose i rastësishëm, ishte moral, ishte etik, ishte besim i shkelur dhe një ndjenjë tradhtie që diqte brenda shpirtit të saj. Leonora u përpoq të kuptonte, por mendimet dhe emocionet i rrëshitnin brenda një konflikti të thellë. Si mundet një vajzë të qaj të duket e ndjerë e dhimbshme? Dhe pastaj të shkoj dhe ta puth të dashurin tim? Çfarë mesazhi më jep kjo? Si e ka të drejtën të sillet kështu? Gjithçka ndodhi kaq shpejt, por pasojat e saj ishin të rëndë. Leonora ndjente neveri, zemërim dhe një trishtim të thellë. Nuk ishte thjesht xhelozi, ishte ndjenja se besimi dhe miqësia ishin shkelur. Ajo nuk mund të kuptonte se si Dolce mund të sillet me këtë lehtësi, me këtë qetësi, me këtë buzëqeshje ndërkohë që shkaktonte dhimbje të qartë. Pas ngjarjes, Leonora u largua duke u përpjekur të ruajë qetësinë, por brenda saj ishte një furtunë. Ajo mendoi për ditët kur ishte e ndjerë, kur ishte e dhimbshme, dhe tani të gjitha ato ndjenja ishin përdorur nga dikush tjetër për lojë ose për përfitim personal. Si mund të jesh kaq e pandershme? Si mund të mos ndjesh kurrfarë pendimi? Leonora e kuptoi se kjo nuk ishte thjesht një histori dashurie apo një flirt. Ishte një çështje parimesh. Ishte një provë e karakterit dhe respektit. Dhe ajo e ndjeu brenda vetes një vendim të qartë. Nuk do të toleronte këtë sjellje, nuk do të heshte dhe nuk do të pranonte që dikush të trajtonte miqsinë dhe ndjenjat e saj si lojë. Në shtëpinë e Big Brother Kosova, kjo ngjarje nuk ishte thjesht një episod dramatik, ishte një mësim. Një tregim se deri ku mund të arrijnë njerëzit për një lojë, për përfitim, për emocionet e tyre. Dhe një kujtesë se disa veprime nuk harrohen lehtë, sidomos kur bëhen mbi shpatullat e besimit dhe miqësisë. Leonora, ndërkohë, vendosi të ruajë krenarinë dhe integritetin e saj. Ajo nuk e mbante zemrën e dhënë për zemërimin, por e mbante mendjen e qartë dhe shpirti i saj të padëmtuar. Dhe ndërsa Dolce vazhdonte me buzëqeshjet dhe lojrat e saj, Leonora e kuptoi diçka shumë të rëndësishme. Ndjenja e vërtetë nuk mund të manipulohet dhe respekti nuk mund të thyet nga një lojë e gabuar.